Reakcion dhe kundërshti që përvijohet. Artistët e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, ata që ende nuk kanë firmosur kontratën individuale me afat të përcaktuar, të propozuar nga institucioni dhe ministria nuk tërhiqen. Rezultati është që 4 ditë nga data e caktuar, në llogaritë e tyre ende nuk ka kaluar paga mujore e qershorit, çka duket se do të jetë kështu deri në firmosjen e kontratave prej tyre. Këtë ka lënë të kuptohet drejtori i institucionit Ilir Kerni mes ditën e 8 korrikut, ndërsa siguron artistët se ky është një proces reformues që kërkon t'i legjitimojë ata në marrëdhëniet e punës dhe jo t'i largojë nga puna. Në këtë moment jemi në zbatimin e strukturës që ka ardhur nga qeveria. Ne jemi në fazën ku organigrama e re është me pozicion të ndryshme dhe të gjithë që janë artistë aktual në teatrin e operës, të gjithë kanë vendin e tyre. Këto gjëra do rregullohen në bazë të ligjit. Të gjithë janë të lutur të vinë të rregullojnë pozicionin e tyre në bazë të organigramës së re. 183 janë artistët e teatrit, të operas dhe baletit e ansamblit, por më shumë se gjysma, thekson zoti Kerni, e kanë firmosur kontratën dhe prej tyre duket se s'do të ketë asnjë hap pas, pavarësisht reaksionit të artistëve. Mbi 60% është me kontratat firmosur. Sot kanë marrë një letër ku specifikohet arsyeja sepse duhet të nxitojmë në këtë punë. Momentin e parë, artistët do të marrin rrogën, nuk ka diskutime. Vetëm pak momente më herët nga ky reagim zyrtar, artistët e bërbashk theksuan se kundërshtia e tyre do të përshkallëzohet. Neve jemi detyrues ndaj taksapaguesve shqiptar, jo ndaj kësaj zonjës tu që del dhe thotë do heqin 100 veta nga puna. Nuk ka të drejtë të heqë asnjëri nga puna. Këta duhet fusin rrogat, t'u japin lek këtyre njerëzve që kanë punuar dhe kanë ndërtuar djersën nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 9 darkës. Pavarësisht kësaj, zoti Kerni është besim plot se do të arrihet në një zgjidhje, ndonse një ditë më parë artistët kërkuan dorëheqjen e tij. Tani problemi është nëse neve duhet jemi të jashtëligjshëm apo të zbatojmë rregullat normale të shtetit. Ne do arrijmë në Erasmus së Bashkët, patjetër. Nga ana tjetër, përfaqësues të artistëve sigurojnë se nuk do të cënohet sezoni artistik i cili mbyllet me një koncert mbrëmjen e 9 korrikut në skenën e teatrit, operës dhe baletit.